Kryeministri Sali Berisha dhe kryetari i grupit parlamentar socialist Gramoz Ruçi shkëmbyen sot replika të gjata lidhur me deklaratën e djeshme të drejtuesve të dy grupimeve kryesore të Parlamentit Evropian, të cilët një muaj më parë morën përsipër të lehtësonin bisedimet mes palëve për gjetjen e një zgjidhjeje. Ata dje vendosën të heqin dorë nga përpjekjet e tyre duke nënvizuar se përgjegjësia mbi të ardhmen e integrimit evropian të Shqipërisë bie mbi udhëheqësit e saj. Për kryeministrin Sali Berisha, përpjekjet e europarlamentarëve të mbështetur edhe nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kishin patur si qëllim të zgjidhnin qëndrimin e Partisë Socialiste ndaj zgjedhjeve dhe institucioneve të vendit, duke e konsideruar kërkesën e opozitës lidhur me kutit si një lëvizje me synimet të tjera. Qytë momentin kur është shtrua kërkesa që binte ndeshas me vendimin e gjykatës, kam patur bindjen më absolute se ka vetëm një qëllim, të mos mirret pjesë në zgjedhjet lokale, të bëhet çdo gjë për të dëmtuar procesin e integrimit. Po si mund të kërkosh? Më kërkosh mua ti të ngrihem kundër vendimit të gjykatës, për sa i përket kutisë ordëruar zotëri, mund të qëndroni edhe dekada. Dhe kjo nuk ka, vetëm nga kjo qeveria rrin në pushtet dekada, në qoftë se opozita merret me kutin. Por për kryetarin e grupit të socialist Gramoz Ruçi, deklarata e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian dhe më pas ajo e djeshme e përfaqësuesve të lartë të Parlamentit Evropian duhet parë si një këmban alarmi për pasojat në procesin e integrimit të vendit, për të cilat sipas tij përgjegjës do të jetë kryeministri. Juve duhet jeni transparent dhe duhet keni burrin t'i thoni që pas takimit tuaj me Ramën në Strasburg janë zhvilluar 2 takime tjera me të dërguar tuaj, Tandit dhe të Ramës, në Bruxelles. Dhe ju duhet keni burrin të thuani ndërkombëtarëve dhe shqiptarëve që përfaqësuesi Ramës i ka thënë okej marrëveshjes, që përfaqësuesi juaj edhe me gjithë lëshimet që bëri përfaqësuesi i opozitës i tha jo, stop marrëveshjes. Ja pse 2 kryetarët bën këtë deklaratë dije, se pikërisht partia ndodhi kjo ngjarje. Zoti Berisha e konsideron tani më një kapitull të mbyllur çështjen e kutive dhe i bëri thirrje opozitës të i kthejë traditës së bashkëpunimit. Ky dokument i fundit ka një thirrje konkluzive jashtëzakonisht të rëndësishme, ku thotë të fillohet puna për reformën zgjedhore. Edhe një herë ju bëj thirrje në rast se nuk është qëllimi i gjithë këtij qëndrimi, mos pjesëmarrja në zgjedhjet lokale, të ulemi dhe të bëjmë reformën ashtu siç do të donit ju si opozit dhe ne t'ja u votojmë këtu në parlament. Opozita u shpreh se ajo do të vazhdojë të qëndrojë në parlament, por duke lënë të kuptohet se nuk do të pranojë të jetë pjesë e ndërhyrjeve që kërkojnë detyrimisht votën e saj. Ne jemi këtu në parlament. Do të jemi këtu në parlament. Jo për të qenë garnitura e pushtetit tuaj, zoti Berisha, po për të qenë opozita dhe për shpalosur gjithë përgjegjësitë tona politike, institucionale, për integrimin e vendit, për liberalizimin e vendeve të vizave dhe mbi të gjitha për të qenë një barikadë e gjitha pauzësive tuaj. Ndërsa më pas nga sedia e Partisë Socialiste kryetari Edi Rama deklaroi se opozita nuk do të tërhiqet nga kërkesa për transparencë. Ne nuk tërhiqemi nga kërkesa jonë. Ne nuk lëkundemi përpjekjen tonë për të gjetur zgjidhjen e kompromisit që i hap rrugë transparencës. Ne nuk ndalemi në rrugën e betejës sonë për transparencë dhe liri e ndershmëri të garantuar të zgjedhjeve. Do të vazhdojmë përpara me dinjitetin e një opozite që nuk e negocion lirinë e saj. Nuk i fal dhe as i shet drejtat e saj, nuk e braktis për asnjë arsye e çmim, një kauzë për cilën ka dëshmuar se është e gatshme të sakrifikojë shumë çka dhe të mos kursej asgjë. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.